Numri i bizneseve të reja në Lezhë ka ardhur në rritje, ku rreth 500 të tilla shtohen çdo vit në territorin e kësaj njësie administrative. Ky fakt është bërë i ditur nga kryetari i bashkisë Pjerin Ndreu, sipas të cilit numri i bizneseve që hapen është shumë herë më i lartë se atyre që mbyllen për shkak të problemeve financiare. Sipas Ndreut, klima e krijuar nga strukturat e bashkisë ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e sektorit privat dhe në nxitjen e investimeve të reja në zonë. 500 biznese në vit shtohen. Disa paksohen, sa ngelin, por gjithsesi janë shumë me rritje, jo me ulje. Pra ka biznese në vështirësi, po sigurisht që mund të ketë, se për shkak të menaxhimit vet, të problematikës, të zgjedhjes së mënyrës se si bëjnë biznes, për kushtimin që kanë biznes, ka plot raste ku nuk shkojnë, po jo se ne i kemi mbyt me një taksë. Biznesi i vogël s'ka taksa. Ne nuk kemi absolutisht as edhe një përplasje me biznesin, as edhe një. Zero. Nuk ka ndodhur që ne të përplasemi apo të kemi një reagim të biznesit për shkak të politikës tonë të gabuar apo mënyrës së sjelljes tonë të gabuar. Në aspektin e sjelljes së përgjithshme, mënyrës së komunikimit, bashkëpunimit, për mua është në nivele jashtëzakonisht mira, që të unë i pari e deri të punoj si më i thjeshtë i taksave, të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me bizneset për gjithçka të duan, duke i dhënë akses edhe online, duke i dhënë akses edhe drejt për drejt, duke u vënë dispozicion për gjithçka. Numri më i lartë i bizneseve që operojnë në territorin e bashkisë regjistrohet gjatë stinës së verës, për shkak të sezonit turistik. Përqendrimi më i madh i tyre është në zonën bregdetare të Shëngjinit dhe Tales, ku aktiviteti ekonomik rritet ndjeshëm gjatë periudhës turistike.